Mirë se ardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vijim për të parë të gjitha zhvillimet kryesore. Do ndalemi menjëherë tek një informacion i minutës së fundit që lidhet me hetimet për atentatin në Rinas në muajin nëntor të vitit kaluar, ku humbën jetën 2 persona tek rrethrotëllimi, Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani alias Muçi Sheqeri. Kjo çështje tashmë pritet t'i kaloj për kompetencë prokurorisë së posaçme. Lidhemi për të tjera zhvillime me kolegun, për të tjera të reja nga ky zhvillim me kolegun Ervin Leka. Ervin, përse Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë për çështjen për atentatin e Rinasit, në fakt, për atentatin ku humbën jetën 2 persona? Kasandra, fakt pas më shumë se 2 muaj hetime për sa i përket atentatit të 11 nëntorit 2025, ku humbën jetën Gilmando Dani dhe Muçi Shaljani, Prokuroria e Tiranës ka dalë në konkluzionet se për çështje kompetencësh duhet ta përcjellë këtë dosje hetimore në Prokurinë e posaçme SPAK, pasi nga hetimet rezulton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, pra që morën edhe përsipër atentatin ndaj Gilmando Dani, duke lënë të vdekur së bashku me shoferin e tij Muçi Shaljani, një orë edhe mbi emrin Sheqeri, në nëntor vitit 2025, ku ata sapo ishin ulur në aeroportin e Rinasit dhe në momentin që kanë dalë tek rrethrotëllimi i aeroportit, pra janë qelluar duke rënë prej këtij atentati. Të paktën sipas hetimeve paraprake që ka kryer deri në këtë fazë hetimore e Prokurorisë së Tiranës, kemi të bëjmë më shumë se 3 persona të cilët kanë marrë pjesë që nga ruajtja, por edhe ekzekutorët që kanë qenë në makinë, dhe duke qenë se ky grup ka vepruar në formën e strukturuar kriminale, pra grupit të veçantë në formë të grupit kriminal, të paktën sipas hetimeve, kjo çështje për kompetencë pra duhet të hetohet nga ana e Prokurorisë së posaçme SPAK. Ndërkohë kujtojmë se Gilmando Dani pra ishte një personazh me të shkuar kriminale, i dënuar edhe nga gjykatat e vendit për sa i përket zhvatjes, gjobvënjes, por edhe si grup kriminal, pra për organizat kriminale, njësi ndryshe edhe si krau i djathtë i Emiliano Shullazit, një tjetër personi pra që vjon në proceset e tij në gjykatën e posaçme, dhe pikërisht pra me këto konkluzione tashmë dosja për ekzekutimin e Gilmando Danit dhe mikut të tij Muçi Sheqeri do të vijojnë hetimet në Prokurinë e posaçme SPAK për çështje kompetencash, pasi kemi të bëjmë me grup të strukturuar kriminal. Qartë, faleminderit Ervin që ndave këtë zhvillim minutës fundit.